Bravo, Ledio. Kulla, në këtë fabull të re, vlla, se dje plasi, nuk e di, duhet të kemi... 4-5 ditë që ka përshë. Jo, në fakt, filloj me një ngjarje, me një sulm terrorist. Me një sulm që arriti 29 numrit vrarëve, më duket. 30 vrarë. Një sulm terrorist që u bën në Indi, nga pakistanez. Po, nga pakistanez të Indis. Të Indis. Tani këto të mi sqarosh ti të gjitha, çfarë luhet, pra, si ta kuptojmë këtë që po ndodh atje. Unë e kam shtuar tu nga mendja ime proxy e SBA versus Ki, nuk e di e kam mirë apo jo. Në thelb qëndron. Në thelb është kjo. Tani pas vemi ajo, mund të informojmë njerëzit se kishim kohë pa vajtur, pra ishim në lindjen e mesme, kemi qenë Rusi Ukrainë kulla, tani kemi ikur lart vlla. Është një luftë e re që do zgjasë shumë apo është thjesht një gjë lokale që do kalojë, do shuhet për 3 ditë. Çfarë është kjo histori? Mund të shpjegosh si nisi dhe pse? Atëherë, është një luftë e vjetër. Kemi 20 minuta kohë në dispozicion. Është një luftë e vjetër, për 2 luftra mes Indisë dhe Pakistanit. Një është bërë në fillim fare në vitin 47 kur Britania e Madhe i dha pavarësinë këtyre territoreve. Dhe bëhet fjalë për rajonin në veri të Indisë Pakistanit që njihet si Kashmir. Në Kashmir, bravo. Kashmiri është një malësi shumë e madhe e lidhur. Kashmiri është pjesë e kujt është? Është ndarë mes 5 shteteve. Tadjikistanit, Afganistanit, Pakistanit pjesa më e madhe dhe Indisë pjesa tjetër më e madhe dhe Kinës. Pra Kashmiri për njerëzit që nuk e dinë nuk është shtet më vete. Jo, është një rajon. Është një rajon që është Kashmir. Si me qenë Kurdistani, që është ndarë 5 shtete, kështu është ndarë dhe Kashmiri. Si puna e Vorja e Pirit, le të themi. Mos ishte batutë burr. Kashmiri, si më shikon kull. është vendi nga janë burimet kryesore të lumenjve të atij rajoni, që janë shumë të rëndësishëm, por kanë dhe burime minerare të jashtëzakonshme. Çështja është banorët e Kashmirit indian janë me origjinë pakistaneze, janë musliman. Sepse kur iku Britania e Madhe, u ndan këto 2 shtete pasi muslimanët nuk pranuan që të jetojnë në shtetin e hinduve, edhe indianët nuk pranuan që të jepnin të njëjtat të drejta, pra ja ku e ke. Rajoni aty lart që është mes Tadjikistanit, Afganistanit, Pakistanit, edhe Indisë, edhe Kinës quhet Kashmir, gjithë ai rajoni aty lart. Një sekond, Kashmiri është pjesa e lart. Pra, ajo kuqja. Po, ajo pjesa aty është pjesa mes Afganistanit, Tadjikistanit, Kinës, Indisë edhe Afganistanit. Kjo Srinagar, ç'është kjo Srinagar këtu? Është një qytet. Qytet. Po. Tani, siç e shef edhe nga harta, por duhet një hartë gjeografike, jo një hartë shtetore, se kështu nuk kuptohet, është një pjesë... Se kemi gjeografike. është një pjesë me malet më të larta. Jemi pra aty ku ndodhet ajo që ne njohim si Himalajat. Pra jemi në... Te Himalajat, po, se malet më të larta në botë. Në fakt Himalajat janë më lartë. Më lartë akoma, po. Më aty, në Nepal, po këtu është gjithë hapësira e Himalajat. Qarë perle. Tani, çështja është që këto 2 vende, Pakistani dhe India, janë fuqi bërthamore. Pra, le ta themi kullak, ka filluar lufta midis 2 fuqive bërthamore. Pra, është një luftë mes 2 fuqive bërthamore. Të bëjmë një kontekst. Pakistani ka qenë një aleat historik i SBA-s, i cili në mënyrë strategjike është afruar shumë vitet e fundit me Kinën dhe është futur edhe në atë që ne njohim BRICS. Por edhe India është një aleat strategjik i perëndimit, por që është bërë pjesë e BRICS-it, po që ka pasur gjithmonë probleme permanente me Kinën. Pra, Kashmiri rrezikon që të fusin në një konflikt të drejt për drejt Pakistanin dhe Indin, por rrezikon të fusë në konflikt edhe vendet fqinj, pra Tadjikistan, Afganistan edhe Kinë. Nëse e vë dhe një hartën Ledio, do të kthejmë tek pse është proxy. Dhe çfarë mund të ndodhë? Se haruam të thoshim se ajo që ndodhi para 5 ditësh, vrasja e 29 vetave. Dhe herë të tjera, nuk është herë e parë. Çështja është se kjo ndodh në një rajon ku në veri të Indisë, ku muslimanët që janë shumicë në atë rajon, nuk kanë asnjë të drejtë në krahasim me hindut e tjerë. Pra janë hequr edhe autonomia dhe drejtat kushtetuese të tjerë. Pra 2 vende Pakistani dhe India, që ta themi fjalë thjeshta kulla për ata që na ndjekin, t'ia bëjmë sa më të thjesht gjeopolitikën. Janë 2 shtete që nuk kanë shkuar asnjëherë mirë me njëri tjetrin, për arsye të ndryshme. Por e reja në këtë rast është që diçka po ndodh tani sepse
në fakt, kjo luft mes tyre, nuk është lufta mes tyre, po është luft proxy, nga njëra anë SBA-ja, nga Është edhe luftë mes tyre. Është luft mes tyre, patjetër. Nëse do ta çosh hartën, do të shpjegoj një gjë shumë të rëndësishme. Kërkoja Ledios. Ledio hartën. Hartën që kishim, se ata hartë kemi vetë. Përveç kësaj, India është një vend me 1,5 miliard njerëz, kurse Pakistani është një vend me gati 200 milionë njerëz. 200 e ca, ja më shumë. Po. 250 milion. Por Pakistani ka një super ushtri të fortë dhe të përgatitur. Kjo është arsye pse kanë ruajtur unitaritetin e shtetit. Ndërkohë India është një shtet i madh, në demokrati, po është një superfuqi ekonomike. Në hartë, kur ta vër Ledio do ta shohim, ndodhet ajo që unë ty të... Ja. Për te Afganistanit ndodhet Irani. Kina, për të pavarësuar nga burimet energjetike të Rusisë, sepse është i vetmi vend nga ku ekonomia kineze merr burimet energjetike, ka prej vitesh në plan, sidomos kuriku perëndimi nga Afganistani, që të bëj një gasjellës edhe një naftsjellës që vjen nga Irani në Afganistan dhe shkon në Kinë. Po. Me futjen e këtij rajoni në luftë, dhe po hyri ky rajon në luftë, kjo luftë do zjas shumë vite, atëherë mundësia e një gasjellësi dhe një naftsjellësi të drejtë për drejtë që lidh Kinën me Iranin shkon në zero. Po pse do të kaloj patjetër në rajon ai gasjellës? S'ka ku të shkoj. Në që harta ta tregon atë. Nga Afganistani, po. Dhe më thënë, duhet të kaloj nga Afganistani. Atëre, më fani sekund, kush po e bën këtë lojë atëre? Po e bën Amerikanët? Jo. Kush po e bën këtë? Këtu mund të ketë... Pra kush nuk do që të bëhet ky gasjellës? Shiko, është e qartë që objektivi kryesor nga ardhja e Trumpit dhe republikanëve në pushtet në Amerikë, pikërisht, është katrimi i Brexit dhe pamundësia e Kinës për të pajisur me burime të drejtë për drejta energjetike. Pra, le ta themi. Aleanca e përbashkët, se ka dhe një arsye, duket Amerika, dhe sigurisht që Amerika ka interes të madh këtë gjë. Po është edhe Rusia. Po Rusia pse? Sepse Rusia do që Kina, se Rusia ka marrëdhënie të mira me Kinën tani, por nga pikpamja afatgjat, Kina kthehet në një kërcënim për Rusinë. Sigurisht. Kina është në kufi dhe ka miliardë e gjysmë njerëz në një zonë ku ka pak banor. Qartë. Gjithë pjesa e Siberisë ande. Dhe sot ekonomia kineze varet drejt për drejt nga burimet energjetike të Rusisë. Pra, naftsjellës dhe gasjellës. Krijimi i një naftsjellësi dhe një gasjellësi që lidh Kinën me Iranin, drejt për drejt dhe kalon nga Afganistani, sa që është interes strategjik amerikan, është edhe interes strategjik dhe ekonomik rus. Mosbërja e këtij gasjellësi. Po pra mosbërja. Pra ta themi. Po, mosbërja e gasjellësit. Pra, sa aktorë janë të mëdhenj në lojë? Pra, nëse bëhet marrëveshja e famshme për cilën kemi folur mes Rusisë dhe Amerikës, për polin e veriut, për hemisferën veriore, për mineralet e rralla, për një fond të përbashkët investimesh Rusia, Amerika, Arabi Saudite, për pajisjen me armë bërthamore të Arabi Saudite, e tjerë dhe për Ukrainën, me që jemi duke folur, një paket me që prioriteti politikës jashtme amerikane e ka thënë që para se ty në zyrë Trumpi është siguria ekonomike dhe siguria e rajoneve që quhet Azi Paqësor dhe Oqeani Indian, do t'jetë pikërisht ky rajon. Pasi nëse në këtë rajon fillon një luftë e madhe, atëherë do të kemi edhe krijimin e disa shteteve të reja, si për shembull në rastin konkret shteti i Kashmirit, apo shpërbërja e disa shtete të mëdha, sepse ki parasysh që kjo po ndodh. Çe janë këto imazh tani këtu për shembull? Tanket në kufi. Po. Kjo po ndodh një javë pasi rajonin e vizitoi J.D. Vance, zëdhënës presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, vajti në Indi. Ku shkoi Vance? Vajti në Indi, po. Po. Takoi Modi. Takoi kryeministin Modi. Por në të njëjtën kohë do të kemi parasysh që Kina dhe India kanë probleme vetvete dhe objektivi i madh i Amerikës është që ta prish BRICS-in. Dhe nëse ne nuk kuptojmë Rusi, Kinë edhe Indin, këto janë vendet kryesore të BRICS-it. Nëse prishet kjo aleancë, u prish BRICS-i. Nëse nuk i sigurohet
Pra, është loj me disa të panjora kjo kolla, ose është loj me shumë aktorë? Me shumë aktorë dhe me shumë Pyta, po një sekund tani, që ti marri me ratë. E parë në Këto plusa që në mbeten. E parë në kontekstin e zhvillimeve të mëdhaja botërore, kjo është një lojë e jashtëzakonshme sepse kjo rrezikon që atë flamurin e konflikteve ta spostoj vëmendjen nga Evropa ku e kemi sot në Ukrainë, ta spostoj në Azi dhe në Oqeanin Indian dhe paqësor. Amerikanët sot, midis të dyve, Pakistani dhe Indis, kë zgjedhin? Për mendimin tim do luajnë me të dyja në tavolinë. Luajnë me dy Amerikanët? Po, sigurisht. Ka Amerikanët të rast janë cia. Sepse Amerikanët, jo, po Amerikanët kanë një lidhje të posaçme me shërbimin ushtarak pakistanes që është nga më të fortët në botë që quhet ISI. Në të njëjtën kohë kanë edhe me ushtarakët në përgjithësim Pakistan, se janë ata fuqia e Pakistanit. Ndërkohë që një pjesë politike ka filluar të luajë me Kinën, sepse Kina ka zgjeruar interesat e forta ekonomike pikërisht në Pakistan që ka nevojë për investime të mëdha. Nga ana tjetër, Kina tani në këtë rast, se Amerika më the luan me dy palët. Kina luan me Pakistanin. Ti thua Kina është me Pakistanin, nuk është me Indinë. Sigurisht, sepse Kina do të dobësojë Indinë. Bukur. Rusia me kë është, vetëm kështu kuptohet kjo. Rusia në rastin konkret bën sikur është me Kinën. Po në fakt? Në fakt do që aty të ketë një konflikt që Kina të varet për 10 vite të ardhshme, për 10 vite të ardhshme, që ekonomia kineze të varet drejt për drejt nga burimet energjetike ruse, se vetëm kështu ata mund të vazhdojnë të ruajnë primatin dhe çmimin e lartë të lëndëve të para. Pra kush përfiton nga kjo luftë? Përfitojnë Amerikanët. Amerikanët një. Përfitojnë rusët, një lloj forme përfitojnë dhe europianët, përfitojnë sauditët, përfitojnë izraelitët, pra përfitojnë shumë pak. Po Kina? Dele humbur nga kjo histori? Nëse Kinës si ndërpritet mundësia e furnizimit me energji të drejt për drejt nga Irani, pra kanali i dytë i furnizimit energjetik, sigurisht që dele humbur. Dhe do duhet të përqendrojë trupa ushtarake, vëmendje, të heqë nga paqësori dhe të përqendrojë. Pra me këtë që tham gulla, titullimati nuk është atë keq, dhe aq i pasakt. Proxy e SBA versus pra ku kundër Kinës apo jo? Se në fakt përplasja e madhe janë këto. Se këto janë dy fuqi të mëdha. Sigurisht. Kthehemi si në vitet 60-70, ku u bën ato luftat e famshme Laos, Vietnam, Kambodja, pra që SBA-t e zhvendosën vëmendjen aty pikërisht për të riekuilibruar ato marrëdhëniet me Kinën dhe për të mos e lejuar influencën kineze që të zbriste në Azinë e poshtme, drejt Oqeanit Paqësor, drejt Oqeanit Indian. Shumë interesante gjithë kjo histori. Po mirë, kjo që po përjetojmë tani, këto zona dhe të gjithë ne. Kërcënimi për luftë, se deri tani s'kemi luftë më fillt. Kanë filluar gjuhat ja, ne e pamë. Po kanë filluar, ka një 40 vrapa. Ki parasysh që aty po përdorën bombat bërthamore. Besoj se nuk pritet për ata apo jo? Po janë të dyja fuqi bërthamore dhe po nuk besoj se do arrin deri atje. Këtë se di, unë mendoj që është çështje kohe që mund të arrihet, domethënë, që njëra palë ose tjetra palë ta përdori kundër njëra tjetrës edhe. Po ki parasysh që 1,5 miliard indianë, që ose vritin 100 milion, nuk është se ndryshon e gjë e madhe në pikpamjen demografike. Por kjo tregon pushtetin e njërës ose tjetrës. Unë them që duhet të ketë një kontroll, pra. Po, bazën e kontrollit varet edhe mos kontrolli, sepse ki parasysh që Pakistani është i vetmi vend musliman botë i pajisur me armë bërthamore. Besoj që e di patjetër, po kush e ka butonin e bombës bërthamore në Pakistan? Kanë amerikanët e kanë vetë ata? Jo, pakistanezët vetë. Erdhi kjo ditë? Po kanë patur gjithmonë. Gjithmonë. Edhe indianët e kanë indianët. Po Pakistani vazhdon të jetë një shtet vasal i amerikanëve? Jo, ka vite që ka. Jo, kur them vasal në kuptimin satelit. Shërbimi ushtarak pakistanez është i lidhur fort me cilë. Kryeministin duket tani e kanë amerikanët apo jo? Po e shkarkuan ato që... E vranë atë e shkarkuan? E shkarkuan e futën burg, po ki parasysh një gjë që kryeministri aktuali i Pakistan... I kryeministri aktuali... Po nuk është një rast, i fakt, kanë vrarë vazhdimisht atje. Kanë vrarë vazhdimisht kryeministra dhe kryeministra e president. Por Pakistani është lidhur shumë me Kinën. Kështu që është një... Do jetë një spektakël. Po. A ka njeriu në tyre amerikanët këtë pra kryeministrin tani? Qa nuk funksionon si në Shqipëri. Janë 120 milion banorë dhe janë me fise. Ai rajon aty afër Afganistanit janë pashtunët. Zona Peshawarit, vim bas 20 vjetë luft në Afganistan. Dhe me dështimin e perëndimit në Afganistan, ka rol edhe
edhe Pakistani, i cili ka ndihmuar talibanët në mënyrë të vazhdueshme për të ardhur në pushtet. Besoj që të kujtohet ku jetonte Bin Ladeni, apo jo? Po. Perl. Ugulla, e mbajmë Donald Luja ku iku pas iku nga Tirana? Uzbekistan. Uzbekistan. Në Uzbekistan ka qenë? Uzbekistan. E di që ka thënë Donald Luja? Po. Por ish kryeministri që e hoqën Amerikanët, që e futu në burg. Po, pakistanezin, po. Për pakistanezin. Kanë thënë, a i ishte agresivisht neutral. E kupton sa e bukur. Agresivisht neutral. E kupton sa e bukur është kjo që nuk lejohet të jesh neutral në këto rajone. Dhe hoqën për Ukrajinën, më duket apo jo? E hoqën sepse ai po u lidh me Kinën, Ukraina ishte sebebi. Ishte sebebi. Ukrainë Rusi ishte sebebi. Imran Khan, një biznesmen i famshëm, është në burg është dënuar, po kështu ka qenë Pakistani, futesh në burg, del nga burgu, merr pushtetin, nëse të kujtohet ty zonja Bhutto. 20 vite burg. Nëse të kujtohet zonja Bhutto, ishte... E kujt është kjo Bhutto? E Pakistanit. Pakistanit, po. Ishte kryeministre, ishte vajza Ali Bhuttos, ishte kryeministre, fitoi zgjedhjet, iku nga vendi, vajti në Emirate, se e dënuan, e rikthyen prap, i futën dhe burrin burg, në fushat pastaj e vranë, dhe erdhi Pervez Musharafi, generali që edhe ai pastaj iku, e futën në burg, edhe burri i kësaj mori pushtetin e futën në burg, edhe Imran Khanin e morën e futën në burg. Shikoj, është fort ushtria në Pakistan. Kjo është histori mbete. Por unë mendoj që kërcënimi real për një luftë bërthamore shumë i lartë. Duke patur parasysh që është një zonë malore me male shumë të lartë. Po, pra, Himalajet, pra, janë pak më lartë Himalajet. Dhe India tash kërcënon Pakistanin me bllokimin e lumit, sepse nga aty, nga pjesa... Sepse ata kanë probleme uji, më duket. Sigurisht, ai është... Pakistani ka dhe India, janë vende, janë rajone shumë dhe... Dhe po mos i lëshoj ujin India, Pakistani nuk ka ujë. Dhe po mos i lëshoj ujin India, ekonomia e Pakistanit, sidomos ekonomia bujqësore, ndjen shumë. Por duhet patur parasysh që ato janë vende dhe shumë të varfra dhe ka ndikim të jashtëzakonshëm. Pra, nëse në Evropë flasim për luftra imagjinare mes pasurve, në Indi dhe në Pakistan flasim për luftra reale mes njerëzve shumë të varfër. Dhe, zonja zotëri, 80% e ujit në Pakistan vjen nga India. Po, jo nga India, nga malësia e Kashmirit, nga pjesa e Kashmirit indiane. Po, pra, në këtë kuptim, po. Shu që imaginoni vetë se qa po ndodh. Perle është e gjitha kjo, ej. Perle pa parë. Sepse më shiojnë mua shumë, të nuk e ditë se. Për qenë të lojra. Të besojt kujtojt kër e kemi trajtuar që plani strategjik i Kinës është që të lidhet me një gasjellës dhe me një naftësjellës me Iranin. Plani strategjik i Kinës është, po e kemi thënë këtë bashkë emision, po bravo, po. Pyta. Ogulla, dëgjoj Janin, në këto vëndë i shofim në atje, unë i kam pak larkë, po ti i shef se ke ma afër ekranin tëndë. Mund të më thuash, ku ke qënë? Ose ku nuk ke qënë? Për shumë në Pakistan ke qënë? Jo. Pakistan nuk kam qënë, do shkoja, po kam qënë në Afganistan, kam qënë në Kazakistan lartë, kam qënë poshtë Indis në Sri Lanka, pra në pjesën e detit Indis. Sri Lanka, po? Në këto vënde kam qënë. Po në Nepal? Nepal, jo. Do kësha dashur shumë të shkoja, se shumë lartë, shumë bukur, po nuk kam qënë. Ogulla, janë vënde të pa... janë të pa këshillueshme për turista, jo? Jo, ka shumë turista. India, për shumë, ka... Jo, India e di. Dhe Pakistani ka milionë turista. Ma dje, India është në zero shumë, sepse një pjesë e këtyre 20 viktimave në sulmin terrorist ishin turista. Po besoj që të kujtohet edhe sulmi terrorist në Bombay para disa vitesh, në ato hotelin e bukur, në Taj Mahal, kur hynë terroristët pakistanez dhe bën masakër duke vrarë turistët në hotel me Kalashnikov. Të kujtohet apo? Pakistani ka turizëm i shil. Që që kjo punë vazhdon? O Ledio, para se të mbyllim e kullën këtë dhe të bëjmë një pauzë vogël, të lutem kemi një video, por nuk e dia, du të japme apo jo, sepse mos është qik video e rënd? Nuk ka problem? Nuk është e rënd, okej. Shikojmë videon e sulmit. E sulmit që... Sulmit terrorist. Po. E ka pa dashje personi, këtë video. Pa e kuptuar. Shikojmë, që ka Ledio. A Ledio, e kemi? Sulmi terroristi ndodhi para 5 ditësh? 5 ditësh. Ta shojmë Ledio? Ja, një sekund qani. Vetëm një sekund qani.
çfarë perle. Pra tipi, duke filmuar, vetë nuk ka kuptuar asgjë. Pesa zonë e bukur është, çfarë malesh bukur. Nuk ka kuptuar asgjë, pesi bini si puna Normal, tjetër. se s'ka dëgjuar gjë nga... Nuk dëgjonte gjë nga kufjet. Në fakt ai shquhet për turizëm jeshil. Për turizëm? Jeshil. Jeshil. Është prodhuesi më i madh i ashashit. Po atje në kufirin për Afganistanit, që do jetë? Ai sipër mund të ketë qenë dhe esëll. Ka shumë ashash atje, ha? Opium ka shumë. Opium? Po le të thot ashasho, por? Po, ashash, opium, familje e opoidve është. Po, opiumi është heroina, por? Nga heroina bëhet nga opiumi. Po, pra. Po në ato rajone e pinë këshu për qaj. E pinë dhe këshu. Po si në Amerikë të ku kokainën që e hanë këshu. Do e ndjekim këtë luftën e rejtë midis SBA-s dhe Kinës. Qëfëse do zjerohet, kjo mund të kthehet në luftë mirëfillt botërore. Po ki parasysh në një vend ku... Nëse le mos a themi këtë, mos kryem shumë prishmërit lartë. Nëse do zjerohet, tësh. Dakor, nëse vazhdojnë gjatë. Po sigurisht. Para kushtet janë që të zjerohet dhe tjetë.